Gjithmonë thuaj se nuk ka njëri që të mos e shikoj vetën e vetë, të vetmuar, të ndarë nga shoqëria. I vinë mendimet në kokë, sikur se kanë ngel vetën fillikat, pas një përkrahës, pas një mbështetës, pas një që e donë apo i donë. Në momentin kur njeriu mendon se nuk ka kërkon jetë, tregon njëri, thot në momentin që unë mendova se nuk kam më asnjë jetë, nuk kam ngel askush në jetë, filloi të thërrisë ezani Muhammedije, ku muezini thirrte hayya ala salah, hayya ala falah. Hajden namaz, hajden shpëtim. Mora abdes e shkova në xhami dhe ju përgjigja ftesës, edhe e pa që me të vërtet unë nuk kisha qenë i vetmuar, po kishte dikush që më thirrte, duke më bërë me di se nuk je vetëm. E kush është ai? Ai është Allahu Dhul Jalal. Pra sa herë njeriu mendon se ka ngeli vetmuar dhe që askush nuk e përfill, apo nuk e përkrah, apo nuk e mbështet, ta di shumë mirë se është dikush që e pret dhe e mirë pret lidhjes. E kush është ai? Është ai që e ka kriju vetë. Është Allahu subhanahu wa ta'ala, kur mos mbesëm ja Rabbil Alamin, pa mbështetjen e të madhit Zot dhe pa përkrahin e të madhit Zot. Pra i madhi Zot 5 herë në ditë na thot eja edhe rribe mua. E ndjen vetën se je vetëm, por faktikisht nuk je i vetmuar, nuk je vetëm, por hajde dhe rrimë mi. Dhe nëse dëshiron me rrimë të madhin Zot, dhe nëse dëshiron me bisedu me të madhin Zot e gjen kudo, aq më tepër domethënë xhamia është vendi ku bisedohet me Allahun Dhul Jalal. Sejdëja është vendi ku njeriu gjendet më afër me Allahun Dhul Jalal, Zotin e mundsoft ja Rabbil Alamin. Ka disa njerëz që mundohen gjithmonë të hedhin gurë në jetën tënde. Ama më varet nga ti se çfarë do të bësh me ato gurë që dunjaja i hedh mbi ty. A do të ndërtosh urë apo do të ndërtosh murë? Nuk ka njëri në dunja që nuk e gjuajnë njerëzit. Aq më shumë kur një njeri përparon dhe ecë, është i predispozuar ai njeri për të bërë tabelë qitje. Se i cili flet për to. Por ato gurë që hedhin jetën tonë, është në dorën e vetë atij njeriu çfarë do të bëj. Siç thash, do bëj urë apo murë. Nëse ki ato gurë i ban murë, do thotë që ti je nda përfundimisht me to. E ke mbyll derën për të pajtuar dhe për t'i dhënë atij të kuptoj anën tjetër të medaljes që ti je në të vërtetë. Po bërë urë me ato gurë që ti kanë hedhë në jetën tënde, do të thotë që ti ke bën lidhje me to. Bën një urë bashkimi, vllaznimi dhe mundoh më mishë me shpirt që ta bindesh ato se me të vërtet ti i do, që inshallah dhe ata do të duan në të ardhmen. Por që Zoti i pastrov zemrat e njerëzve, sepse hë për hë njerëzia sa më shumë që po pasurohet, aq më shumë po i varfërohet shpirti. Pasurimi i xhepit ka sjell varfërimin e shpirtit. Zoti na pastrov zemrën tonë, ja Rabbil Alamin. Ka shumë gjëra të shtrenjta në jetën e kësaj dunjaje, por nuk ka gjë më të shtrenjtë se sa familja. Nuk ka gjë më të shtrenjtë në këtë dunja se sa familja. Njeriu më i qetë, më i lumtur, më i rehatshëm se gjendet në familjen e tij, nuk gjendet askund tjetër. Pra njeriu është i lirë në familjen e vet.
të mos të gënjej mendja se ma shumë që të donë familja nuk të donë askush, pavarësisht lajkave që mund të bëjë dikush, pavarësisht se ta përkërdhej kokën dikush, nuk ka si familja. Prandaj ruhuni që të mos nxjerrni sekretet familjare askund dhe të askush. Ruhuni mos folni keq për familjen, sepse secili dëshiron të luajë me ti, apo të gëzohet me ti, apo të dallet me ti. Nuk ka familje që i shkojnë punët si në vaj. Nuk ka familje perfekte. Nuk ka familje që s'bëhet gabim. Por familjar quhet ai që e ruan sekretin e familjes dhe nuk e nxjerr në komshillok. Pra gjëja më e shtrenjtë e njeriu në këtë dunja është familja dhe vetëm familja. Po ashtu është edhe më i lirë. Askund nuk mund të ndjesh i lirë, kudo që të shkosh nuk mund të ndjesh i lirë, përveç në familje. E keni vënë re kur shkon tek miku si në thumba jetë, rri. Rri si me qeni ullë mbi thumba, mbi goshtë. Me frikën se mos e prishën ndonjë fjalë, ndonjë lloj. Mos e flet ndonjë fjalë gabim. Në familje, familja është tolerantja më e mirë. Edhe me fol një fjalë gabim, familja është familje. Ndjesh i lirë, ndjesh i mikpritëm, adera e vetme që ti të pret kraha. E kjo familje quhet e shenjtë. Familja për njeriu është e shenjtë. Prandaj mos e humni këtë shenjtëni, edhe ruhuni për të shkoni tek familjet e dikujt. E kemi thënë sa herë, e ripërsërisim. Ruhuni dhe ruhuni kur shkoni tek familjet e dikujt, sepse njeriu në familje është shumë i lirë, është porta ose është ombrella që njeriu lirohet në familjen e vet. Nuk mund të lirohet në xhami, nuk mund të lirohet në shkollë, nuk mund të lirohet kur shkon mik, siç thash, më të lirë se ndjen vetëm në familje se ndjen askund. Prandaj kur shkoni tek familjet e huaja të rokisni në den. Sepse nuk dihet se si gjendet ai familje. Mos e shkoni në një moment të papërshtatshëm. Ka momente, jo se e thot feja, po e thot logjika. Mos e shkoni në vaktësës. Lene të qetë familjen, gjej momentin e duhur, shko të rokit tek dera ati, sepse vetëm atëherë ajo derë të qelet dhe të mirë pret. Ka nga ata tipa zotërujna, ti je duke lexu në shtëpi, ose je duke marrë me diçka në shtëpi, vetëm për shkon njeriu te koka jote. Ka ardhur te këmbët tuaja, njeriu i panjor. Se ke ndjuar as të hap derën tonë, jo më të trokas. E çfarë thaj? Ai apo ajo vetëm njeriu nuk është. Do të të kasësh 3 herë në derë, nëse nuk të thotë hajde bujrum, kjo do të thotë që ajo familje nuk është e kashme prapë në atë moment me të pritë. Po të rëkitë 3 herë, në të 3 herë nuk të thotë hajde bujrum, herë zë vla në ndërtimin tonë, shko të shpia jote, shko banazirat në herë tjetër. Pra, njeriu, pra shumë gjëra ka të shtrenjta në këtë dunja, por më e shtrenjtë se sa familja nuk ka se si të bëhet askush. E humbim kohën shumë mirë e keq. Hazreti Omer radiallahu anhu thot, el waqtu kes-sayf. Hazreti Omer, halifi muslimanëve, halifi ditë muslimanëve, thot el waqtu kes-sayf, koha është si shpatë. Nëse ti nuk ja pret kokën e saj, do ta presë ajo ty. Domethënë, duhet të shfrytëzohet deri në maksimum. Por ne si e shfrytëzojmë, apo rinia jonë, si e shfrytëzojmë këtë kohë, që dhe kohë është e shenjtë. 19 minuta i shfrytëzojmë në sport,
me kanë një ndeshje futbolli, si të përqendrohet aty, edhe me flak me marrë shtëpia, nuk e shikon se ka marrë flak shtëpia. 60 minuta serial filmik, shikon një film apo një telenovel. 5 orë në Facebook. E në një 3 sahat në WhatsApp. Në anën tjetër, namazi thot 10 minuta duti. Me u shkut për të javëti, edhe në me përkushtu se ti badi zot 10 minuta. Raj 90 minuta në sport, e 60 minuta në film, e 3 sahat në Facebook, e 3 sahat në WhatsApp, e 10 minuta për Allah, të duken aq të vështira sa menja nuk ta pres. E Zot rujnë e jera blerë. Ndërkohë që xheneti është për gjithmonë, edhe xhehenemi është për gjithmonë. Aleikum salam. Zotin e baftëmoshëm që ta fitojmë xhenetin, o i madh i Zot. A xheneti fitohet me namaz. Xheneti fitohet me ato 10 minutat siç pa. Me analizu, me bën njeriu një analizë ose një tejribe, edhe hinë kontrollon telefonin e vet, po i themi, në telefon ka 2000 shok, 2000 numra telefon. Me ato me një 100 komunikon në WhatsApp. Me një 1000 shok komunikon me miq në Facebook. E një 300 në Instagram. Në rrethin tonë ka vetëm 50 miq të rëndësishëm. Kur vjen puna, me në ndonjë moment vështirë, jap del vetëm një miq jashtë. Me pas zort në herë pas Allah. Zoti mos na sprovoft. Në 2000 miq që ke, 2000 numër telefonin, telefon, e sa komunikon në WhatsApp, në Messenger, sa në këto rrjete sociale, me 10 që kanë dalë, e shikon që miku jot është vetëm një. Vetëm një. Ja është ja sot. Baba këtë ta në baltë, gjithë se cili. Po vëlla, mbaju dhe përqendroju për ato që me të vërtet e do dhe të do. Me ato që me të vërtet në momentin më të vështirë të gjithë. Ai është shoku jot i vërtet. Ti marrëdhënie duhet t'i bash me këtë, i mirë duhet të bash me të gjithë. Ama me i thonë shok, rezervoje pak këtë. Se nuk ka ma e shëqiri si që ka qenë kohën e babave dhe gjishërve tanë. Që e bante një byrazel, dhe ai byrazel, kur i shkon të në shpi, e kishtë njëjtë si me jarë vllai vetë. Sot nuk do në vëlla me shku. Byrazeli ishte aq i besës sepse për t'i thonë shok, baba apo gjyshijot, e kështë njoftë shumë gjatë atë njëri nëse ja vlen dhe për t'a bërë byrazeli apo një. A sot është vështirë. Sot me fut njëri në familje, me e ba shoke, me i thonë shoke, me e ba byrazel, vetëm se kënjën vetëm. Do shumë kujdes. Jo sa është du njaja bosh, jesë nuk ka të mirë, por besa ka qenë kone mba përpashme. Besa dhe fjala ka qenë dikur, sot e varës. Sot është vështirë me gjithë besën, sot është vështirë me gjithë fjallën e mbajtur, sot është vështirë me gjithë njeriu në njeri. Njeriu do të bëjë disa lloj lutjesh, disa lloj duash gjithmonë. Do të thotë, o Allah, më bëj për atyre që flasin me dituni edhe që heshtin në urtësi. Më bëj për atyre që flasin me dituni, me dituri, me dijeni. Thuaj si ti thuash. Edhe që heshtin në urtësi. Po jo me folë, qatë vinë në përgoj për me folë. Bat një pyetje dikun me xhelis, që sa hoxha dikush i drejtot të hoxhë se pyetën për pyetje hoxhëllëku, apo ahireti, apo në raport me Allahun dhe pejgamberin. Që sa në pyetje për miksin, që se ka doktor i drejtot doktorit, si drejtot të hoxhës. Gjësa është në pyetje për diçka për majstor lëk, për ustall lëk, që se ka ustall ati i drejtot të ustahut. Me për sa do ustallar më pas ati, sa do hoxhallar më pas ati, sa do doktorar më pas ati, e sa do mësues më pas ati, grajet njënë e gjenë fund, dhe sa do hoxhë rriti si ja përgjigjen.
Djetar, ja, pa plot, elhamdulillah, djetar. Mos u përgjigj pa dijenim, se dhe në përgjigjen tënde ka azab, ka llogaridhënie. Vetëm kur të kërkohet me domosdoshmëri që se je i sigurt ti për atë përgjigje, vetëm në atë moment jepet ajo përgjigje. Sepse gjithë hoxha prish fen, gjithë mjeku prish njeriu, gjithë usahi prish shpirt. A përdor vele zëjt këtë janë. Prandaj mos më bëj gjithë, por me dhanë përgjigjen vetëm për atë pyetje që me të vërtet e din përgjigjen e saj. Dua tjetër thot, o Zot, më ruaj nga para meje, prapa meje, më ruaj nga ana e djathtë, më ruaj nga ana e majtë, më ruaj nga lart edhe më ruaj që toka të mos më lëshoj poshtë. E bën të pejgamberi Zotit këtë dua. I kërkon të Allahu të mbrojtje nga gjitha drejtimi, se nuk dihet nga të vjen e keqja. Para mbrapa, djathtas majtas, lartë poshtë, sepse mund të vi dënimi, mund të vi armiku nga para të qëllon, po e themi, pa marrë si shembull armiku, nga pas, nga ana e djathtë, nga ana e majtë, nga lart. O Zot, më ruaj nga ndëshkimet që mi nga lart, nga rrufet, nga rrebeshet, nga stuhit, nga tufanet. O Zot, më bëj që të mos më vijë keqja nga poshtë, nga përmbytjet, nga tërbetet, nga çdo gjë. Pra i dashmi Zotit kërkon të mbrojtjen nga Allahu dhul Xhelal, nga çdo lloj drejtimi që mund t'i vijë te keqja. Sepse njeriu është krejtësisht i pasigurt. Nuk dihet se nga i vjen. Prandaj duhet me lut Allahun me këtë dua, sepse është një dua jashtëzakonisht e nevojshme për çdo njeri. O Zot, më ruaj përpara, më ruaj nga pas, më ruaj nga e djata, nga e majta, nga larta dhe nga poshtë. Një dietar thot, nëse jeta të duket e hidhur, të razoje mirë sepse mund të jetë sheqeri në fund, si puna e godës që e bën shërbet. Nuk ka një gjë që të jetë vetëm zi kjo dënja. Edhe pse ka probleme, strese, mbi ngarkese, lloj probleme është dalë në jetë, nuk e ka ba Allahu zi këtë dënja. Gjendet dikun ëmbëlsia e jetës tënde, e shpirtit tënd, e njerëzillëkut tënd, por do të me të razoje, në kuptimin të razoje, kërkoje të mirën, sepse është dikun e mira që është kriju për ti. Zoti na afroft të mirën edhe na largoft të keqin, ja Rabbil Alamin. Se prej të keqit mazalla ka sherr, jo vetëm familja, mazalla me aqo Allah një haram në shtëpi, ja shikon sherrin edhe familja, edhe komshillëku, edhe njerëzia mbarë. Allah na bëft që të na shihet hajri, ja Rabbil Alamin. Neve, fëmijëve tanë, e bres mas bresi, ja Rabbil Alamin. Njëri ju lutë madhit Zot dhe i tha, o Zot, nuk dua të vdes pa të njohur ti. I madhi Zot ja ktheu tha, ata që më njohin mua nuk vdesin kur. Ki i thonë të madhi Zot, o Zot, nuk dua të vdes pa të njohur ti, pa të dash ti. I madhi Allah ja ktheu tha, ata që më njohin mua dhe më duan mua, kur nuk vdesin. Edhe pse kanë kalu nga kjo dunja në dunjan tjetër. Ka kalu sistemin e jetesë në mënyrë. Këtu jetohet ndryshe, atje jetohet ndryshe. Ama nuk vdes. Njeriu lind dhe nuk vdes. Ka lindje, ka fillim, por nuk ka mbarim. Mas si t'ja japin në amanetin që a shpirtit atë Zot madhit Zot, ne nuk vdesim faktikisht, ndërrojmë jetë. E ne kemi jetu për herë në xhennet, inshallah, apo përkohësisht, apo për herë përjetësisht në xhehenem bazallah. Në xhehenem ka dy forma, në xhennet, po hinë në xhennet, vetëm xhennet ka. Përjetësisht jeton të, po hinë në xhenem, ka shpresë mund dash i lanë kusure që kë ban këtë dunja dhe dhejt përsëri në xhennet, po Zoti më na bëf që as erë në xhehenemit mos e ndi. Po ka mazalla dhe nga ata që jetojnë përjetësisht në xhehenem.
Allahu na e baf mi nasib xhenetin dhe Allahu dhul xhelal na largoft nga xhehenemi, pra siç thash, mos të ngjofshim as erën e xhehenemit, ya rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa alihim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna warhamna بحرمة لله تعالى. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر.